Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut fuqiplot, atë e falënderojmë dhe vetëm nga i falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja dhe mëshira qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të sinqertë dhe mbi të gjithë muslimanët që do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër, çka do të thotë porulsi në adhurim, me qeni porulur ndaj Allahu subhanahu wa taala kur e adhurojmë atë. I vjen porulsi në adhurim me pas respekt, me pas dashuri dhe frikë kur Allahu në adhuron. Për shembull, kur falemi, duhet me qenë të qetë, duhet me qenë të përqendruar dhe me zemër të lidhur fort me Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhalleshanu në Kur'an thot: "Qad aflahal mu'minun." Vetëm se kanë fituar apo kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Pse? Se ata kur e falin namazin janë të porulur. Të ndershëm vëllezër, është e vërtetë se Allahu në Kur'an thot: "Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namazi largon njerëzit nga të gabimet dhe të irrituarat, çdo gjë e keqe, namazi të largon. Mirë po ndonjëherë pyetja parashtrohet, pse ne falim namazin, mirë po prap bim në grackën e gabimeve. Mundet me qenë përgjigja kjo, të ndershëm vëllezër, se sa falim namazin me porulsi, me frikë dhe me respekt dhe me dashuri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po pse duhet me qenë njeriu i porulur? Pse që duhet me qenë këtë rast njeriu duhet me pas respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sepse Allahu nuk i shef fytyrat e juaja, se sa të bukur jeni, se sa sjeni, e as parat e juaja dhe sa të fortë jeni në aspektin ekonomik. Po Allahu i shef: "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Por Allahu subhanahu wa taala e shef zemrën e juaj edhe i shef veprat e juaja. Do të thonë nuk na shif nga Zoti në fytyrë se çfarë ngjyre kemi e çfarë gjuhë kemi, si e flasim gjuhën, cilit vend i takojmë, cilit shtet i takojmë, jo. Allahu subhanahu wa taala e shef zemrën tonë, e kemi të pastër edhe i shef veprat tonë. Të ndershëm vëllezër, si mundemi ne të kemi porulsi ndaj adhurime, qoftë namaze, vepra tjera e para, secilin herë bëni mend kur dilni ta bëni një vepër për hir të Zotit. Duhet ta dini që Allahu ju shef. Këtë mos e harroni, edhe unë edhe ju. Nuk ka mundësi të mundu me bë një vepër të mirë edhe me ik Zotit, mos me ditë edhe mos me të paj. Bile ne as që mendojmë kështu, ne dim që Zoti na shef. Mirë po ndonjëherë harrojmë. Edhe punë t'i bëjmë pa porulsi dhe pa frikë ose pa respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dita, të ndershëm vëllezër, ajetet që i lexojmë është mirë edhe ti meditojmë që kanë të bëjnë me këta tema. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për me ditë se sa je i porulur në veprat mira, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Salli salate muwaddi." Kur ta falish namazin, bane nijet, e kom fal namazin edhe o Zot, kjo është namazi im i fundit edhe mendoje që tash vdes mo. Jep selam edhe vdes. Si kishe fal çat namaz? Me po me të thonë, tash ka ardhur me Azraili, Melekul Mauti, edhe na thot neve kretëve në xhami, namazin e fundit e keni. O, këtë kishin vajtu, pasha Allahin. E kishin fal namazin duke u dridh. Po kështu do të me falë si se në namaz. Kështu do të me qenë duke u dridh kër shkojmë në Arafat, në Haç, e kur t'japëm zeqate, kur të bëjmë veprat mira. Si që dhe nëherë, kur t'a bëjsh punën, o vlla, ti dhe unë, bën e plan se o punë ose vepra e fundit, ma, edhe vdes. Me siguri se ka me qenë vepra nivelin më të duhur dhe më të mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
e ka tregu për urësinë e vetë dhe Allah subhanahu wa taala, ai ka qajt namaz, sot i kanë rrjedh, si i kanë rrjedh lot, kanë dhejt gjatë në sejdë, edhe ka falendruar Allah subhanahu wa taala shumë, 70 herë deri 100 herë në ditë ka thonë fjalën astaghfirullah, kanë ditë dashuri, kanë ditë frikë dhe shpresë apo respekt dhe Allah subhanahu wa taala. Dhe për në fund të ndeshëm vëllezër, nuk ka vepër që e bëjmë për Allah e Zotit nuk na shpërblen. Këtë e dimne, si matematika që janë 1+1, edhe këtë duhet ta dim. Po ndoshta edhe një herë e harrojmë, ama prap duhet më kthi se Allah subhanahu wa taala për sesën në vepër të mirë na shpërblen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupet e njerëzve do t'i mbulon Allahu me hijen e vet, kur nuk do të ketë hijen ditën e gjykimit përpos hijes së Allahu subhanahu wa taala, edhe në grup që do të jenë në hijen e Allahut është grupi interesant, janë kur të vetmuar e përmendin Allahu subhanahu wa taala me përullësi, me frikë dhe me respekt. Do më thonë edhe kur i e vetë, pa të pas kush, ti e bën një doa, ma e bën me përullësi, dhe me respekt dhe me frikë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Të ndeshëm vëllezër, nëse falemi, unë e di që falemi, të falemi me përullësi, me respekt dhe me frikë dhe me shpresu xhennet për Allahu subhanahu wa taala. Inshallah Allahu subhanahu wa taala të gjithëve na mbulon me mëshirën e tij edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Inshallah Allah na udhëzon dhe të gjithëve së bashku në xhennet na çon. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min adh-dhikril hakim wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائد المؤمنين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون